Një shtet që nuk ka fermer të fortë, ai shtet do të thotë është i dobët. Kur ne kemi fermerin e fortë, ferma të qëndrueshme, kemi prodhimtari të lartë, i plotësojmë nevojat edhe kriteret me ushqime të banorëve, atëherë është normale që siguria jonë është shumë më e madhe për shkak se nuk mundet me na ataku askush me ndonjë virus apo diçka tjetër në ndonjë shteti tjetër. Ne shoqëri kur kemi ushqishmëri të mirë dhe të sigurt, ne kemi edhe numrin e smundjeve shumë të ulët. Pra kontribojmë edhe që mjekët tanë kanë shumë pak punë dhe qytetarët mos kenë probleme të ndryshme shëndetësore. Po është e vërtetë që Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës si pjesë saj kryesore të programit e ka sigurinë. Një pjesë e sigurisë e mirë, një shteti varet edhe nga sistemi i menaxhimit të ushqimeve që e ka një shtet. Fatkeqësisht Kosova sot nuk ka një menaxhim të mirë të sigurisë e ushqimeve, meqense me numër të banorëve sa i kemi ne si Kosovë, ne duhet të kemi mbi 200 inspektorë të veterinarisë në terren. Por sot ne kemi vetëm dikun rreth 30 inspektorë në bazë të informatave që i ka marrë. Pra nuk kanë mundësi këta inspektorë të përcjellin komplet ato kafshë që hyjnë në Kosovë nga shtetet tjera të rajonit, por nuk kanë mundësi me i përcjell as pemë dhe perimet që ne i konsumojmë. Tash, ne si Aleancë në plan programin tonë edhe zotohemi që do ta kemi shtimin dhe e shumë fermave, do të thotë sidomos një shtet që nuk ka fermer të fortë, ai shtet do të thotë është i dobët. Kur ne kemi fermerin e fortë, ferma të qëndrueshme, kemi prodhimtari të lartë, i plotësojmë nevojat edhe kriteret me ushqime të banorëve, atëherë është normale që siguria jonë është shumë më e madhe për shkak se nuk mundet me na ataku askush me ndonjë virus apo diçka tjetër në ndonjë shteti tjetër. Këtu kemi probleme edhe me pemë perimet të cilat vinë, jo vetëm me kafshë që vinë, thjesht do të thotë, unë sot e pyeta njërin pe inspektorëve këtu, një kolegë timin veterinar, thash, a boni ndonjëherë ndonjë test i rastit apo test i qastit, shembull i mishit që vjen, i produkteve të mishit që vjen në Kosovë apo i kafshëve shembull, me prezencën hormonale, sepse kemi rritje të kafshëve përmes hormoneve në Shtetet e Bashkimit Evropian me vlera të palejueshme, do të thotë ai thotë ne asnjëherë se kemi bën. Pra, një kafshë rritne me hormona ajo është shumë e dëmshme për konsum. Gjithashtu shembull i kemi edhe perimet të cilat na vinë me nivele të larta të pesticideve që nuk kontrollohen asnjëherë. E janë shumë probleme tjera që direkt e prekin qytetarin që duhet në afat shumë shkurt, do të thotë me ardhjën e Aleancës ose timin në parlament që të rregullohen këtu. Ne shoqëri kur kemi ushqishmëri të mirë dhe të sigurt, ne kemi edhe numrin e smundjeve shumë të ulët. Pra kontribojmë edhe që mjekët tanë kanë shumë pak punë dhe qytetarët mos kenë probleme të ndryshme shëndetësore.